babi janë agjëros dhe motrë ndershme agjërose. Wallahi du me ja thonë të fjalë, disa fjalë që shpresoj të Allahu xhaleshanu që ndikojnë inshallah në zemrat tona dhe shpresoj të Allahu që Allahu do të na pagun në ditën e Kiametit. Inshallah këto fjalë do të na qesën peshorën, kanarin ku aty të na matën veprat tona, gjunahet dhe veprat të mira. Nesër vëllezër të ndershëm, si të dalet dielli, si të ngrihet dielli, do të falet sabahi, si cili prej nesh, si cila non vallahi e merr evladin e vet elan dhe ja vesh teshat më të bukura, hall sillën e bajramit, prej lloj ushqime, lloj ëmbëlsina që i ka përgatit. Vëllezër të ndershëm dhe motra të ndershme, mos harrojnë ti kujtojmë jetimat, ti kujtojmë fëmijët që janë jetimat, ai i cilët ti kujtojmë fëmijët të cilët nuk kanë bab, nuk ka bab që t'ja bëjë për hajër bajramin, nuk ka bab që të marrë ta puthje vladin e vet, nuk ka bab që t'ja lëmoje kokën e vet djalit të vet. Ndoshta prindë ative muslimanëve janë jetima, ndoshta dikush ka shku te Allahu, ndoshta dikush tash da përfronte pret shpërblimin të Allahut apo pret shahidllokun. Mos ta harrojnë në atë vajzë të vogël e cila është baba, kur nesër të dalet të luje me vladët, të luje me shoqët e veta në kushi, dhe ta shoh se krejt vajzat, krejt shoqët e saj kanë vesh tesha të reja, krejt shoqët e saj kanë vesh kundra të reja. Ajo ndalet jetimja e shkret dhe i shikon dhe si cilë fëmijë po del para shtëpisë së vet, e pret babën e vet kur ti vjen prej namazit të bajramit, si cili fëmijë del dhe pret babën e vet, kurse jetimja del dhe e shikon si cili bab duke marrë evladin e vet, duke puthë evladin e vet, duke lagu evladin e vet. Jetimës po i shkojnë natën dhe po thot ku është baba jam, se unë asë meritoj që të puthje baba jam, ku i kam teshat e bukra si shoqët e mia, ku i kam pucat e reja si shoqët e mia, a nuk e meritoj unë, a që na e shumë kam ba, se unë nuk kam ba, ku e kam babën tëm, ku e kam babën tëm, edhe unë du që baba jam të puthja, edhe unë du babën tëm të pres prej namazit të bajramit. O musliman, ku është baba jam, kushtu fëmijët o lezër për prasër, kushtu nesër për e presër bajramit për bitë e muslimanve, po qajnë për e kërkën babën e vetë. O lezër do të bojnë dua për vlezërit tonë që ka jenë atje, për fëmijët e jetimave, për fëmijët e jetimave, njerë për atë nonë, e cila kur e shë e vladin e vetë, duke qajnë, i afronë nonës dhe i këthe në shtëpi. Oj nërë, ku është baba jo? Oj nërë, ku i kena babën tonë? Nërë nona shkret, me zemër të përvlu, i afronë e vladët e vetë dhe ju thëtë, bojni sabër e vladët e mi, bojni sabër e vladët e mi, se baba ju isha la shëjt, baba ju është në burg, baba ju të vrat shpërblimin e Allahut. A vlat të mi, mos o mërzitni, se inshallah baba të i gjennet dhe të takoni, inshallah Allahu gjennet dhe afrat. Allah e zër kështu vrasër muslima, kështu jetimat më trasër, kam qef dhe të babën tëm të shotu kuqesh, të ullë në prejnin e babës tëm, mos të jarojmë jetimat të vëzër, për që fojni pas pari jetimat, ku shka të një jetim afer, ku shka të një jetim afer për që fojni vëllaj, sa ta janë të përvlu, lusëm Allahin Gjellëshanu, që Allah nesër muslimanve, gëzim të jabon në gjdo tokë, lusëm Allahun, që Allah mos t'ja mundësan, as një raket të plasje mbi shtëpiat e muslimanëve nesër. Lusëm Allahun që as një raket mos të plaset mbi xhamiat e muslimanëve. Lusëm Allahun që Allah nesër të gëzon, mos t'ja bën ditë të pikëllimit, se armiqtë të Allahut gjithmonë i kanë sulmu muslimanët në ditën e bajramit të vëllezër musliman. Bojni dua mos t'i harrojmë vëllezërit tonë, mos t'i harrojmë jetimat, mos t'i harrojmë fëmijët e muslimanëve. O vëllezër të ndershëm, inshallah do ta bëjmë balltu. Lusë Allahun Gjellëshanu e Gjellë ku kam gabu është prej meje dhe prej shejtanit, ku e kam qëllu është prej Allahit Gjellëshanu e